Në muzeun Oso Kuka në Shkodër u zhvillua aktiviteti artizanatet I cili solli në fokus punimet tradicionale të dorës me theks të veçantë tek arti I ojnave. Aktiviteti mblodhi artizan, specialistë të trashëgimisë kulturore dhe nxënës shkollash me synimin për të promovuar dhe ruajtur këtë traditë të veçantë. Valbona Trungaj, artizane dhe apasionuar pas ojnave, u shpreh se pasionin për këtë mjeshtëri e ka të trashëguar ndër breza dhe synon ta vazhdojë edhe në të ardhmen, pavarësisht vështirësive që kërkon realizimi këtyre punimeve delikate. Pas mundësi me prezentu diçka që ti e ki pas pasion ton jetën për me ba, është me shprej pak nga vetja. Më pas të pas parasysh që është duke kalu në një fazë tjetër njohjet, me pas mundësi me dhanë kontributin tem sot të vogël për me arrit mu njoft në UNESCO si një punim edhe mi dhanë një vlerë ose një kontribut të vendit tonë, është prap diçka shumë ma e madhe dhe shumë ma mëslanse, kështu që besoj kjo është ma e madhe. Nga ana tjetër, Bilali, specialist për drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Shkodër, dha më shumë detaje rreth aktivitetit dhe theksoi se po punohet për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm që ojnat të përfshihen në mbrojtjen e UNESCO. Atëherë kemi të bëjmë me dy komponentë që shkojnë njëtrajtësisht, është trashëgimia e materialeve që është dita e muzeve sot, dhe trashëgimia e materialeve që është ojnat, që është një element aktualisht pasionin kombëtare e trashëgimisë jo materiale dhe është hartu një dosje për të aplikuar në UNESCO. Ne jo pa qëllim kemi thirrë një mbartëse të kësaj trashëgimie jo materiale që është Valbona, e cila e zërton mjaft mirë këtë pjesë, e prodhon mjaft mirë dhe e ka adoptuar me nevojat e sotme të tregut. E ka kthy elementi në gjenezën, në origjinën e saj, është përdorur për shamit gjysat kokës, për disa molesa tavolinash dhe disa ornamente të mangëve dhe të jakave të veshjeve tradicionale kombëtare të zonave të ndryshme të Shqipërisë. Aktualisht është në trashëgimi në risk, sepse kemi në verinë e Shqipërisë nuk kemi më tepër se 7 bardha të dokumentuar të këtij elementi. Valbona është një ndër ta dhe është më e reja nga të gjithë. Punimet tradicionale të dorës, si qëndisjet, punimet me grep dhe ojnat, synojnë të trashëgohen ndër breza, edhe pse vitet e fundit interesi për këto artizanat është zbehur ndjeshëm. Përmes këtij aktiviteti, nxënësit patën mundësinë të njihen nga afër me teknikat e realizimit të punimeve dhe të mësojnë më shumë mbi vlerat e trashëgimisë kulturore shqiptare.